Cilat do të ishin masat apo strukturat më efikase për të luftuar ekonominë kriminale tek ne? Në Britaninë e Madhe, prokurori i përgjithshëm Oliver Holt deklaroi se në tetor 2013 ngritën Agjencinë Kombëtare të Luftës kundër Krimit, me një strukturë të posaçme nga të katër drejtoritë kryesore të agjencisë për të luftuar krimin ekonomik. Kaq shumë ekonomia kriminale i kishte shtrirë metastazat nëpërmjet krimit kompjuterik dhe mashtrimit financiar. Këtë e bën një nga vendet më zhvilluara dhe të sigurta të Europës. Po ne, si duhet të kundërveprojmë? Duhet ta kemi të qartë se kategoritë të krimit ekonomik dhe pjesë të ekonomisë së kriminalizuar janë dhe mashtrimi financiar nëpërmjet evazionit tatimor dhe doganor. Në kushtet kur investimi në dyqane, apartamente, vila dhe restorante, hotele është bërë i dukshëm dhe me rrezik, krimi edhe tek ne posynon depërtimin nëpër bankat e nivelit të dytë dhe forma të tjera të stërholluara të pastrimit të parave të tij, sidomos me pjesëmarrje në kompani ndërtimi, shërbimesh e tjera. Krimi ka paguar tatimor, doganier, në punës arkivash, hipotekash, të gjëra civile e tjera, duke fituar letra të pastra, thojza për kapitalet që ka investuar. Në rast se duam që krimin ta kufizojmë në skutat ku ka filluar, duhet të hetojmë me qetësi e metodik çdo gjurmë të parave të tij, të investuara në ekonominë tonë. Këtë mund ta bëj vetëm një strukturë specializuar dhe strukturat e krimit ekonomik brenda policisë apo prokurorisë sonë janë të pamjaftueshme. Nuk mjafton stafi i tyre i përbërë vetëm nga policë apo hetues karrierë, pse kërkojnë financier, ish bankier, punonjës hipotekash e tjerë të aftë të zbulojnë tentakulat ekonomike të krimit. Qytetarët duhet të nxiten të denoncojnë rastet kur shohin investime me origjinë të dyshimt ose të panjohura barash në lagjen e tyre. Për strukturat përgjithëse të shtetit tonë, kryesorja është të dinë se si vepron krimi me paratë e tij, ku i investon, ku i fsheh, ku i vën në lëvizje, ku i shumë fushon. Për këtë policia e sidomos prokuroria ka nevojë për informacionet nga hipotekat, për informacione të detajuara nga drejtoritë e tatimeve dhe doganave, për hetime të thelluara e kapilare për kompanitë të dyshimta. Ndoshta ky veprim i përbashkët i mbështetur dhe pse jo, nga një komision i përhershëm në kuvend për luftën kundër ekonomisë kriminale e informale, mund të çrënjos rrënjët e krimit në ekonominë tonë. Zoti Spauer, juve dëshironi që të merrni fjalën. Në fakt, janë bërë studime ndryshme përsa përket të ardhurave vjetore mbi përsa përket ekonomisë jo informale, por ekonomisë kriminale. Dhe shpeshherë mendohet, do të thënë nga studime ndryshme, edhe duke parë bilancin e pagesave, që të ardhurat mund të jenë aty tek 2 deri në 300 milion dollar, ose pak a shumë 2% e prodhimit brendshëm bruto. Gjë që do të thotë që Shqipëria, edhe nëse do ndaj, edhe me aksione relativisht të shpejta, gjë që në fakt është të pamundur, por nuk do të kishte një humbje kaq të madhe nga një luftë pa tolerancë ndaj kriminalitetit. Përkundrazi, mund të kishte shumë benefite dhe fitime të tjera, qoftë nga investimet e huaja, qoftë në rritjen e konsumit të qytetarëve, qoftë në përmirësimin, edhe pse jo benefite edhe nga turizmi dhe nga përmirësimi i imazhit të vendit nga pikpamja ndërkombëtare. Po e bëjmë këtë luftë ndaj ekonomisë kriminale, zoti Buçapi? Keni një ndjeshmërinë që po e bëjmë? Po, patjetër. Në disa fronte, tash ekonomia është e lidhur si çdo gjë tjetër në mënyrë integrale me gjithë shtetin. Në radhë parë desha të shtoj dhe diçka gjatë diskutimit që mos ta humbasim tempin, që ekonomia kriminale është dhe e padrejtë në treg, në sensin që ndoshta ne mendojmë se trëmb investitorët e huaj dhe gjitha këto. Efekti më të madh kanë ekonominë vendase. Pse? Ul çmimet, ul ofertën. Ja ta shpjegoj. Pse e prish konkurrencën? Sot në botë, sipas gjithë teorive, që pas trosh para, duhet paguash 20-30% të shumës. Domethënë kjo është ajo që një njeri që do ta pastroj para në një lavatriçe. Kjo është taksa të quajmë. Pak a shumë vende këtë kanë kosto për shërbimin. Kosto e pastrimit paras, dhe vende që merren, nuk e din për bankat tona, po. Depozitojnë dhe pastaj të vinë të pastra. Ka shtete që e bëjnë këtë. Dhe ky ka qenë problemi i gjithë. Ka shtete lavatriçe? Do tham pra në fillim që pak a shumë në forma të bukura kontabiliteti të parasave financiare. Ne dolëm nga ajo hartë, projektimi nuk kemi qenë asnjëherë aty jo, po nuk kemi qenë ndonjëherë, se nuk kemi kapacitet financiare ta bëjmë atë. Kemi pasur shenjë dhe juridike sepse kanë dhe avokat shumë të fortë. Jo, nuk është e fare, më them pastrimi. Shtet brenda shtetit. Po flas tjetër. Jo, ishte fshirja e të ardhurave që vinë nga pagesat e pastrimit paras, është tjetër gjë fare. Nëse ai ka krijuar fondin, ka 1 milion euro për shembull, dhe do t'i ketë
nesër në bankë si të pastra, nuk mund të shkojë dhe t'i depozitojnë në bankë. Edhe pse ka nga puna ndryshme. Kupton? Edhe pse mund të ketë nga puna ndryshme. I ka informale, e thati shumë bukur, nuk janë një shteti. Ka për evazion. Prisit duhet dalë diku tjetër. Ju lutem. Pse ndryshon çmimin në treg? Domethënë, një kriminal, le të themi, që i ka këto para dhe do t'i ketë pastra, se nesër do martohet, do ketë familjen, do të jetë në rregull me shtetin. Në një moment do t'i gëzoj këto para si me kartë krediti me të gjitha. Është njëri dhe dakord. Po mi pra, domethënë, gjithë duan t'i pastrojnë me moment, se s'mundin mbajnë në një guvë, në një bunker apo në krevat. Domethënë duhet t'i kenë në bankë. Se kjo është dikotomia e gjithë këtij sistemi, që sistemi paralel kriminal sido që tjetë do të formalizohet, sepse i pëlqen ky sistemi formal. Tani, njësoj me informale. Të dy duan të dalin dritë. Për t'i pastruar, jashtë do ishte gati të paguan edhe 30%. Kurse në Shqipëri ka pasur kollaj se mund niste një biznes në fazat e para dhe mund dilte me një çmim në treg të një malli apo një shërbimi. Që nuk justifikon koston as një biznes i vjetit aktivitet. Se si ishte kollitur, në thojza me 30%. Po pra, si shkon në vend tjetër. Ma leo ta mbaroj. Kam ndryshe pak. Domethënë, një konkurrent i tillë i pandershëm në treg mund të dalë dhe nesër të konkurrojë një dyqan në lagje, duke ulur dhe çmimet deri 30%, sepse mjafton që ta zbardhi paran. Dhe ti shet një mall që e ke 100 lekë, ai është gati të futet në njëjtën industri, sektor apo shërbim si ty, me një mall me 80 lekë, sepse në fund ditës ai mas një viti do ketë 80 lekë të pastra. Është gati ta ulë dhe 20 deri 30%, se në botë nuk e bën dot. Këtë çon faleminderit pa drejtë. Po duam të dim sa të tillë Këtë pra. Po çfarë rëndësie ka Po ti atë një hetuesi, ti atë një financierit. Normal, këto ja thënë prokurorisë pastaj, s'kam prokuror. Çfarë ndodh me këtë? Duke u futur në këto sektor, ai është gati të ulë çmimet dhe nxjerrë jashtë tregut atë të pastrin. Dhe kështu zë tregun. Këtë do të them. Që ne janë gati të ulë çmimet më të ulta dhe bëjnë distorsion treg, dalin nën kosto. Sa është deformuar tregun? Tani kjo është soi si rasati i troftës në Pogradec që ha Koranin. Domethënë ti merr fut një rasat shumë të egër në treg që e nxjerr nga tregu këtë të pastrin dhe avash avash fillon edhe shkatërron ekonominë. Këtë doja të thoja. Tani të vim tek pjesa çfarë është bërë këto kohë. Duke goditur në mënyrë pa kompromis prodhimin e drogës, për shembull në Lazarat ose në gjithë zonat e Shqipërisë, duke goditur grupet e trafikantëve. Kuptojmë që shumica atyre mund të kenë bazën në Shqipëri, por aktivitetin kryesor më lukrative kanë jashtë Shqipërisë, sepse aty janë parat. Domethënë, shumica e kësaj paraje që tha zoti Preshi me drejt, po ishte se do shitej gjithë në Shqipëri do jepte tërmet. Ajo eksportoi dhe çmimin e tregut të rrime ta quajmë kështu. Se di tash sa ngelen, nuk i kam hyrë me thërrime, po domethënë në tregun ton nuk ka efekt. Prandaj se ato po ato para i marrin dhe ndoshta i çojnë jashtë ose i depozitojnë diku tjetër, por marrin një pjesë shumë të vogël, se skem, domethënë këto i kriminalet skem në vaj të zinxhirit dhe kanë aty ku shiten. Ktu prodhohet, aty pastaj kalon disa duar derisi shkon treg, nuk e kam parasysh. Por duke i goditur këto prodhimin në vend. Zinxhiri. Por edhe kokat e krimit që ndodhen këtu por që operojnë jashtë, bën që ekonomia dhe shteti fillojnë të dekriminalizohen dhe kjo mendoj që është në fazën e durë, sepse sidomos vitin e fundit kemi parë aksione tepër të fuqishme dhe të them pa kompromis qeverisë me kapacitetet që ka, patjetër se nuk mund të presim që tash me urdhrin e peshkut pa pritmas një policia apo një sistem prokurorie apo gjykata që nuk ka funksionuar dhe nuk ka qenë e gatshme të funksionojë prej kohësh, të fillojë të reagojë më njëherë, se të kemi parasysh që krimi është shumë storëlluar, sofistikuar, jo, desha të them, është shumë reagon shumë shpejt ndaj informimit dhe edukimit të vet. E thamë, është gjithje një hap para. Po është disa hapa, jo një hapa. Ai mjafton të shkojë dhe të bashkëpunojë një muaj. Ti mund një kriminal mjafton të bashkëpunojë një muaj në Zvicër me grupe të tjera dhe vjen këtu dhe e di atë zanatin. Ti mund të çosh një prokuror 10 vjet në Angli dhe të vjen edhe prap vepron si në Shqipëri, sepse gjithë sistemi nuk është i tillë. Duhet bërë një komision i posaçëm ose një komision tash të vim te kjo pyetje që ishte thellë e saj. Unë nuk besoj tek aksionet në vetvete. Aksionet mund të jenë impulse të momentit për treguar se si mund të shkojë dhe si mund të funksionojë një shtet. Mendoj që duke ndërtuar struktura që janë jashtë sistemit, ne dëmtojmë sistemin, sepse nuk mund të bëjnë parlamentarët prokurorin, ashtu siç prokurori s'mund të bëjë gjyqtarin dhe policia s'mund të bëjë as prokurorin as gjyqtarin. Ajo që duhet bëjmë është ajo mantra që ne na duket sikur i bien gjithmonë në i vrim tuaj, si themi po këtë muzikë kanë.
institucione. Detyra e një shteti të përforcojë institucione. Sepse ngritja e një komisioni nuk mund të zëvendësojë as prokurorinë as gjykatën. Vetëm sa i dëmton ato. Unë mund ta besoj dhe ta kuptoj që po patjetër, duke ndërtuar një strukturë të tillë, atrofizon më vdes atë, jo vetëm se e dublon. Dhe për shembull, nëse mund të jepet një mesazh me një aksion të shkurtër për energjinë elektrike, për shembull, se dha një formë dekriminalizimi është. Ama ajo është që të funksionojë për treguar se ja si duhet të jetë sistemi. Por nuk mund të vazhdojë të zgjidhje që ndryshme, sepse ne s'mund të përdorimi i policisë shtetit aksione për gjithçka. Perpetuale, aksionet perpetuale apo komisionet e përhershme për tilla gjëra, vetëm sa e dëmtojnë sistemin. E vetmja gjë që mund të bëjë politika dhe vullneti politik, qeverisja, është që institucionet që janë dhe që i ketë gatshme sepse kështu funksionon demokraci, po janë forcuar nga funksionale. Zoti Spau, e kemi këtë. Dhe ato duan kohën e vet, unë mendoj që goditjet kanë qenë për treguar. Po kemi 24 vjet tash, nuk arritëm dot të forcojmë çik. Po flisim për këtë mandat. Pra të tham pra që flasim që ne nuk mund t'i kalojmë këto periudha kaq shpejt. Forca juaj politike, si mendon? Si fillojmë të ndajmë mirë. Deri tani besoj se kemi qenë në të njëjtën linjë, këtu besoj se fillojmë dhe kemi disa. Ne duam zgjedhje pavarësisht nga ç'është bërë, ç'a ka kaluar. Atëherë, ka disa aspekte, disa elemente. Së pari, folëm pak përpara për ekonominë informale dhe për metodat të kundërshtimit. Mjafton, e tha vetë profesori, që të shkohet në tatime dhe në dogana, nuk ka nevojë që të shkojmë në çdo biznes të vogël, për të parë nivelin e informalitetit dhe nivelin e kontrabandës. Janë bërë analizat të ndryshme edhe tek markuesi i... Kemi edhe kontrabandës, se sigurisht çmësuar që edhe me atë që tha zoti Preçi, është vetë shifrat të nxjerrë nga institucionet qeveritare, thonë që së paku 20% e karburanteve nuk ka markues ose nxjerrë ka një nivel të dobët. Vetë kjo është një pjesë e madhe, po të imagjinojmë që duhet 20%, do me thënë paka shumë 100.000 tonelata, atëherë mundet ta kuptojmë 1.000 lekë është taksa e shtetit për çdo litër gati. Sa mund të buxheti i shtetit? Mundet të imagjinoni se vetëm në këtë produkt, jo në produkte të tjera. Dhe rasti më fundor është që dhe vetë doganat shqiptare në bashkëpunim me shoqërinë angleze Crown Agents nuk gjetën ose më mirë nuk gjetën. Nuk treguan pam që ministri i financave kishte edhe donse bën për mirësim e kishte. Pak kënaqësi lidhur me krau tjetër, nëse vazhdojmë pra në këtë sens, ne e shikojmë që është realitet, është kronik e ditëve të sotme ku edhe për deputetët e Republikës së Shqipërisë kemi shumë e shumë dyshime të shumëllojshme. Nga kjo ndjeshmëri publike e nisëm këtë bisedë, duam të dim për ekonominë tonë. Pra, tjetër element lidhet me gjithë ato element dhe faktor që e bëjnë jo të qartë gjithë pjesën e konsumit të shtetit, pra gjithë elementet që lidhen me tenderat dhe me shpenzime shtetërore. Qoftë për shpenzime kapitale, rrugë dhe elementet tjera, qoftë për shpenzime korrente. Dhe në këtë aspekt vetë shteti shqiptar duhet japi shembullin e mirë që qytetarët shqiptar të ndjekin këtë shembull të mirë. Dhe natyrisht ka pastaj faza represive që duhet jenë të pjeshme dhe të ndjekura nga faza ku i miri ose i ndershmi në një sistem të ri duhet të nxitet. Punoj edhe mos imitoj të pandershëm. Në këtë linjë diçka kisha për të shtuar që nga kontaktet që kam pas dhe kam me përfaqësues të Komitetit të Biznesit, është një tip forum, një rrjet informal në organizatash biznesi, kam parë që ka një interesim në rritjet e vet Komitetit të Biznesit për të reduktuar informalitetin. Dhe është e padobishme, është e dëmshme që zyrtarët e lartë të shtetit përdorin termin luftë kundër informalitetit. Ekonomia informale formalizohet, sillet në sistem pa e dëmtuar. Domethënë, ruhet në kimi që ka në punësim, në investime, se në fundit një ekonomi që dominohet nga sektori privat në më shumë se 80% të saj, do thotë që ne varemi nga vullneti dhe nga klima që i krijojmë sipërmarrësit privat. Është për të respektuar dhe për të marrë në konsiderat. Ndërkohë, elementet që lidhen me infrastrukturën ligjore, praktikat e qeverisjes së mirë të financave publike, rezultatet të cilave ndodhen dhe evazioni dhe ekonomia informale, sugjerojnë që sistemi të jetë sa më i thjeshtë, të jetë lehtësisht i kuptueshëm dhe i zbatueshëm në një shkallë sa më të barabartë me pjesëmarrësit në treg. Ndryshimet e shpeshta të taksave, diferencimin e taksa janë premisa
që krijojnë terren për informalitet e evazion e tjera si këto. Ashtu sikur se vetë administrata fiskale, nëse para 15 vjetësh u bën një hap shumë i mirë që u bashku sigurimin shoqëror me tatimet, ndoshta është koha, në vlerësimin tim, që tatime, taksat dhe doganat, për shkak edhe të uljes peshës doganave në kontekstin e integrimit e tjerë, të harmonizojnë databazat dhe të funksionojnë si një e vetme. Në mënyrë që kur një në portën e Sarandës, në punë si lagjes ku ka se linë firma të ketë informacion dhe praktikisht sistemi të mbyllet, sepse në ndarjen midis importit apo shumicës dhe shpërndarjes brenda vendit vjet ka element domethënë që krijohet evazion dhe mundësi për informalitet. Kështu që edhe gjë tjetër, pesha specifike e ekspertëve të formimit juridik kanë nevojë të rritet në gjitha agjencitë të zbatuese të përfshirë edhe tatimet, taksat dhe doganat. Kështu që këtë lloj hapash, marrëdhënie me gjykatën, me prokurorinë, deri para një viti ne kishim vetëm Tirana mund të punonte me bazën e inteligjencës fiskale. Do thotë identifikonte zonat e riskut, bizneset dhe të shkonte. Në rrethe operosh në mënyrë primitive me presione fiskale e tjerë. Ka një tendencë për të arritur të pjesë, do të ishte dëshueshme që gjithë sistemi të ishte në këtë kontekst, domethënë të evitohet vizitat fizike të inspektorëve që shndërrohen në presion korruptiv. Ndërkohë, nga ana tjetër vetë biznesi ka nevojë të rrisë kapacitetet dhe njohuritë e veta, të besojë më shumë firmave që ofrojnë shërbime konsulence ligjore dhe fiskale, sepse kjo është e bën si bazë edhe për vetë biznesin që ti besueshëm të dalë nesër në tret kapitaleve të tjerë, mos vazhdo me një ekonomi tradicionale me bizneset të përmasave të vogla të tjerë. Një tjetër element i rëndësishëm është faktori njeri, pra agentit tatimor shqiptar, mesatar. Pra, nëse në vendet tjera se në Itali, një agent tatimor, Guardia di Finanze, që ata duhet të bëjë rreth 3 vite shkollë, që të filloj dhe të para përgatitje shkollë specifike për këtë punë, qëfë nga pikpamja e ligjit, qëfë nga pikpamja e koncepteve financiare. Ne në Shqipëri kemi një pjesë jo të vogël të agentëve tatimor që janë në thelb. Caktohen me i telefonat, në temi me i copleri si njëre një kohë. Pra, janë dhe këtu është shumë e rëndësishme sepse është impakti që shteti ka me biznesin dhe biznesi ka me shtetin. Biznesi është gjithmonë një përpara dhe në këtë rast ndaj shtetit dhe vetë një pjesë e mirë e biznesit shpreso dëshirën dhe vullnetin për të formalizuar dhe për të funksionuar në rregull e lojës. Si mund të ndihmoj Si mund të ndihmoj ligjvënësi? Ju jeni ndër ligjvënësit. Këtë klim, këtë kërkesë të vetë biznesit, zoti Bushati, që të formalizohet. Desha të bëj edhe një ndërhyrje tjetër. Natyrshëm, ashtu siç thamë që çdo mekanizëm apo çdo organizëm ka ato interesat e veta dhe ndërton vetë mbrojtjen. Njëta gjë është dhe me biznesin e pastër, i cili me biznesin, që mos ta quajmë të pastër, se duket ai sikur po bën një gjë gabim, të rregulltin. Në Shqipëri kemi një evolucion kronologjik dhe gati biologjik. Leoni ta shpjegoj. Në Shqipëri ka firma që kanë filluar që nga 90-ta, kanë qenë pronartë, cilët kanë qenë të hedhur, të shkathët, të gatshëm, kanë marrë risk, trima kanë marrë risk dhe kanë qenë shumë të saktë dhe shumë të aftë, që mund të barazohen me të vërtet me Rockefellerët, me Fordit, me shpirtin, sepse kanë qenë me të vërtet shumë inovativ dhe me shpirt. Në ato kushte të vështira të ekonomisë, shumë dakord. Ditur asgjë se kanë nisur nga zero. Këto qytetarë tashmë janë në moshën e mesme. Kanë konsoliduar. Dhe ka dy gjëra. Kanë qenë të suksesshëm. E para, janë në një moshë që nuk marrin më riske dhe kanë fëmijë, janë lodhur dhe ai thotë më mirë dalë në të barë se me këto kontrollet gjithmonë në fillim hajt më i merrja parati fusi janë xhep shkoja deri në Turqi, merrja madhe dhe sillja. Pastaj merrte, po. Dhe jo në atë kohë ka dhe diçka tjetër. Dhe ai thotë tash jam lodhur, thonë. Të thotë un kam 100 punëtorë këto gjithë do t'i regjistroj, nuk merrem më, nuk kam më 2 bilance dhe ka shumë të tillë në Shqipëri që përpiqen të kalojnë këtë fazë. Kosto e stresit, nuk e duan atë stres. E dyta, kanë çahumbasin. Mos harrojmë që më përpara sigurisht shqiptare nuk kishte çahumbiste. Tani ka një emër, ka një jo vetëm. Në 97-ta, mund të sekuestrohet, pas sekuestrojmë gjë akoma. Në 97-ta ka ndodhur shqiptarë nuk kishin çahumbiste, ose nuk e kishin kuptuar që dhe mund të humbisnin atë që kishin arritur. Thot Janis Joplin, liri do thot kur s'ke çahumbet. Po s'kemi një falimentim të famshëm të njohur. Po them tjetër gjë, jo, po them komplet tjetër gjë. Sot kapitalistët shqiptar janë shumë të kujdesshëm se kanë çahumbasin. Kanë një jetë mirë, kanë fëmijë që i kanë çuar në shkollë në Itali, në Londër, në Angli, unë kam mbaruar në Amerikë. Kanë të ardhura
i kanë blerë shtëpi, ai tash është gati të fitojë edhe 2 pare, thot, dhe mos rrezikoj statusin që kam, që nuk është vetëm status biznesi, është dhe social. Sot është njeri i respektuar. Domethënë, nëse më parë të respektuar ishin kryetarët e komiteteve qendror, të komiteteve si quheshin ato, sekretarët e partisë, sot janë të respektuar ata si biznesmen dhe kanë marrë status social që nuk e kanë pasur si kapitalistë më parë. E kanë më të vështirë të bëjnë abuzimin. Tjetër gjë. Jo, nuk duan ta bëjnë abuzimin se janë të mirë, duan ta shijojnë jetën, po ndjen mirë. Kemi kaluar. Po lukët çorbës që kanë gëlltitur? Po se kanë gëlltitur, se kanë gëlltitur. Në rregull. S'është lukë se i demonizojmë gjithë ata. Ata kanë vepruar, po ata që kanë ai sa kanë gëlltitur. Ai e dinte që para të futeshin brez dhe shkoi blen në Itali dhe vije po me s'ka deklaruar gjë. Në rregull, nuk e di. Tash nuk quhet lukë çorbë, kështu janë nisur shumë në botë. Tani këta duan ta ruajnë këtë status. Duan të ruajnë jo vetëm paran, po edhe këtë status. Aq më tepër që edhe fëmijët që vinë, ne do të jemi shkolluar jashtë. Vjen dhe e kupton që bota tash kjo është loja në të gjithë botën. Kapitalizmi kështu vazhdon. Përpiqen të luajnë brenda rregullave. Dhe brenda rregullave ka hapësira. Në financa kjo që quhet në window dressing, domethënë ti përmjet mënyrave të kontabilitetit përpiqesh që si gjithmonë truash interesin tënd dhe kjo është brenda normave. Mendësia e gjeneratës së re, dakor. Kjo e ka sjellë që Shqipëria po fillon dhe po ndryshon dhe këto biznese, kjo shoqëri e pastër, ky biznes i rregullt, nuk po e do më këtë informalitetin dhe kriminalizimin dhe do filloj avash ta të bëj atë ekstracionin ta nxjerrë. Do të thonë që kjo është forca e vërtet lëvizje e pastrimit e dekriminalizimit? Sepse për sa kohë këta qytetarë votojnë me paran treg, votojnë me vota në sistemin elektoral dhe politika funksionon si ka parë parimet e marketingut. Në momentin që ata kërkojnë nga politika që të dekriminalizohet dhe të formalizohet ekonomia, ajo ka përndodhur, sepse politika janë avancimi i kërkesave të gjithë shoqërisë në një mënyrë demokratike. Dhe në momentin që gjithë jemi të bindur dhe kjo po ndodh, po ndërgjegjësohemi që nuk mund të ketë më informalitet dhe aq më tepër një ekonomi apo një shoqëri të kriminalizuar. Dhe kjo po ndodhet sot, si s'kishte ndodhur më parë. Na e dhat një panoramë edhe për të ardhmen. Zoti Spau, batutat e fundit vërtet ideja juaj, vizioni? Unë shpresoj që konkretisht për te elementit biologjik të shoqërisë shqiptare të kemi edhe disa masa konkrete, jo vetëm represive, por edhe stimuluese, fiskale, nga si dhe në përmirësim të zilësisë institucioneve nga ana pse jo me nisëm edhe të qeverisë. Ne të fundit jemi gjithë shqiptarë dhe gjithë kemi interes kur vendi ynë përmirëson nivelin e vetë, qoftë edhe të pasurisë. Zoti Preçi, shumë shkurt fjalët e fundit, binomi klasa sipërmarrëse e përgjegjshme shqiptare dhe vendimi i dialogut të qeverisë me komunitetin e biznesit, rritja e kapacitetit administratës publike, bashkëpunimi më mirë me agjencitë zbatuese të vendeve veçinj, krijim një klime të shëndosh biznesi me të elementet që për herë më shumë reduktojnë peshën e sektorit informal, bëjnë papranueshëm minimalisht sektorin kriminal dhe bën ekonominë tonë më konkurruese në raport me ekonominë europiane. Po, limite se. Po, jemi vërtet në rashin final. Jemi në limitet e kohës. Duhet shpërthyer sistemi politik. Gjithë këto njerëz që ndjejnë që kanë si kontribuojnë mos ta shohin sistemin si hermetik dhe të ndërhyjnë politik, të merren politik. Kjo ideja që nuk merren politik se shtëpisë është shumë e gabuar. Ky biznes i pastër, kjo shoqëri, kjo pjesë shëndoshë e shoqërisë duhet patjetër ta shpërthesë. Kemi fakt shembull. Ky krah është pikërisht ajo që i ka hyrë politika. Nuk e kisha. Edhe nuk kemi shumë nuk mund ta kohën më që politika na bën atë që s'duam kur nuk merren dhe dalin nga sistemi politik. Patjetër. Natëre me këtë mesazh po e mbyllim, zoti Bushati, zoti Spau, zoti Preçi, faleminderit që ishim me ne sonte në ekonomia që duam. Kënaqësi. Nga unë Fatos Çeçori, mirupafshim dhe mirë takofshim në emisionet e ardhshme.